Përshëndetje, miqtemi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani, do të bëjmë një pyetje tek pjesa e energjisë së dashurisë. Do të kërkoj një takim të shpejt personi juaj, pra do të kërkoj një takim të shpejt, një takim, pra shumë shpejt personi juaj zemrës, do të kërkoj një takim, do të ketë një kontakt me ju, pra do të takoj së shpejti, sepse thot në lidhjen tuaj diçka ka ndodhur një kërcje, një problem. Dhe jeni pak konfuz, është pak konfuz ky person, është i dyzuar, si i lëkundur. Sepse është i fokusuar shumë tek pjesa e punës. Dhe ju prisni për një takim. Po, do takoni së shpejti sepse ky person është i dashuruar me ju. Pra ka një energji, keni një pasion, keni një lidhje shumë të fortë shpirtërore, një dashuri të fortë. Dhe juve ky person ju shikon si kjo mërtesha e shkopimve, një femër shumë të dashur, që ju fal shumë dashuri. Breti i kupave tregon që ju të dy jeni shumë të dashuruar, jeni në harmoni me njëri tjetrin. Dhe ky person do të sjellë në përrin tuaj, ty mbretëreshët të kupave, këtë takim, këtë lajm. Pra do t'ju takoj shumë shpejt, do të bën të keni një takim, sepse është pak i mërzitur. Jeni të mbrojtur nga ky ëngjëll mbrojtës në lidhjen tuaj. Dhe ju për të jeni si ky yll polar. Ju do takoni shumë shpejt, keni një takim të shpejt dhe vjeta e kupave më tregon që ky ylber kupash në këto oazin tuaj të mrekullueshëm, tregon që shumë shpejt ju do të bëni një takim dhe ky takim do të jetë i mrekullueshëm. Me kë rezonon kjo energji? Me kë gërm të alfabetit? Nga që është energji e përgjithshme, jo me gjitha gërmat. Me gërmën A, me gërmën J, me gërmën S, me gërmën Z, R, V, N, Sh, gërmën T, Q, gërmën K, L, C dhe gërmën Ç. Kurse me shenjat e horoskopit mund të rezonoj me Gaforen, me Luani, me Demin, me Ujori, Akrepi dhe me Vricjapin. Faleminderit shumë, miqtemi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.